Tani do të flasim për tregun e aksioneve, do mulojmë S&P 500, do mulojmë Nasdaq, Russell 2000, dhe pastaj do mulojmë ndoshta edhe një përmbledhje të shpejtë të aksioneve që unë kam shitur, po unë jam tani 100% cash, nuk kam aksione në portfolion tim dhe kam dalë diku të 30% plus për vitin deri tani. Shikojmë ku është S&P 500, ja ku e kemi. Okay. Javën e kaluar me analizat e mia, unë kam thënë që kemi dy zona që mund të kapi. Kjo është zona parë, ka vazhduar për lart, se kjo ka qenë të premte 23, pastaj kemi pasur 4 ditë, sepse një ditë ishte fundjava e të hënës, 4 ditë tregtim, një mini rritje këtu, dhe tani ndoshta mund të kemi një ulje deri te zona 5700 ose një vazhdimsi për më lart. Akoma jemi okay, nuk mendoj që kemi ndonjë dobësi të madhe te S&P 500, ka ndarë ca lajme negative, po jo në gjë themi që mund të më friksoj akoma. Këto dy zonat, kjo do ishte më mirë për tregun, sepse do të rinjallësh tregu dhe do kishte le të themi fuqi blerje aty. Por dhe nga kjo zona mund të kemi një rritje deri te 6100 prap. Më pëlqen edhe Nasdaqu që thyu këtë all time high këtu ose recent high, po shitje direkt te kjo zonë. Edhe kjo më duket se do që të vi deri te 20.000, 20.200, të testoj dhe pastaj të vazhdoj për lart për momentin. Russell 2000 ka rezistencë, edhe pse po rritet. Ka një rezistencë të, kjo vizat trendit. Ta vizojmë pak më afër. Kjo do ishte zonë që unë do shikoja për të futur më agresiv të sektori ose të Russell 2000 të small caps. Kjo ishte zona. Prap, një dip të ishte mirë, deri te 2000, support, thyrje, këtu do pozicionohemi ne për një long për të marrë 20%, ose edhe më shumë, po që seleksionojmë aksione më të mira të Russell 2000 small caps. VIX, javën e kaluar kam thënë që do të bënte le të themi një rritje, dhe ajo ka ndodhur. Ja ku i keni edhe shënimet, arsyeja ka qenë RSI-ja e VIX-it që ku ka këto zona zakonisht rritet pak, jo edhe me probabilitet të lartë që rritet në këtë zona, edhe ku ka këto zonat e tjera ulet. Pastaj kemi dhe zonat ekstremi që bëhet le të themi volatilitet të lartë në shitje të mëdha. Por ja, pati rritjen ul, ndoshta kemi dhe një rritje tjetër. Derisa shkoj te kjo zona këtu që të bëhet një treg i mirë prap me pak frikë. Me pak frikë për investitorët. Po, perfekte ka qenë le të themi analiza që do kishte këtë rritje dhe pastaj ulje në treg. Për tregtime, unë kam shitur çdo gjë. Këtë janë se gjë që unë i kam darë dhe të Telegrami, po mendoj ta mbyll me kaq Kleo për pjesën e aksioneve. Se nuk është që kam një ide. Aksionet jemi 100% cash, kështu që. Po. 100% cash, 30% për vitin deri tani, për 5 muajt e parë, 6% në muaj. Nuk ka më mirë. Pa leverage, flasë. Pa leverage, po, kuptohet, pa leverage, sa aksionet nuk jetë të me leverage, të kishim futur një 2-3x, ishim tani 90% ose 100% plus. Okej. Ku jemi, dhe kur flas për kripto, flas pa leverage, ku themi 50% apo ku themi 30% profit janë pa leverage ato lëvizje. Okej. Kjo është situata e S&P 500, Nasdaq dhe Russell. Ka që ishte segmenti i aksioneve, për më shumë ose për ndonjë ide, shkojnë te Telegrami.